Rama, SPAK, tash I dalim tek pjesa, se u thash do të përmend pak Edi Ramën për drejtësinë. SPAK është bërë si sportel, thot, ku lihen letrat e popullit. Lalieri në burg pa gjyq. Po pse Lalieri mor Laliedi? Ke thënë vetë që paraburgimi në Shqipëri është I katastrofë. Pra, jo e ke thënë, nuk e ka thënë Edi Rama këtë gjë. E kanë thënë institucionet ndërkombëtare, institucionet europiane, ato standardet që thoshte edhe Jorita Tabaku, që ne si kemi plotësuar, thonë që është skandal që janë mbushur paraburgimet me shqiptar. Me të dënuar, më ka dhe kinezore, jo vetëm shqiptar. Ras plas në burg, si futen në burg këta dhe qeveria çuditet. Po këta pra se qeveria dhe parlamenti përkatës, të cilët kontrollohen, janë vegël e Edi Ramës in persona, kanë bërë këto ligje. Në qoftë se ligji do të ishte ndryshe, në qoftë se standardet do të ishin ndryshe, do të funksiononin dhe gjykatat ndryshe. Në Shqipëri vazhdon, edhe në kohën e Enverit ka qenë jo kaq si tani. Në kohën e Enverit kishte një lloj hetimi, natyrisht ishte arrestimi flagrant, por bëhej një dosje paraprakisht, merre fut në burg. Tani SPAK thot ky, që vetëm mburrej kohë përpara thoshte kemi prodhuar një armë 360 gradë thoshte që qëllon. S'pyes unë thoshte, le të qëlloj thot 10.000 të tjerë, na që nga kthyer në sportel ku lihen letrat e popullit. Çfarë ka ndodhur me drejtësinë në Shqipëri? Tani që SPAK ose që kryeministri nuk është më aty tek rrethi, se 360 gradë është rrethi. Dhe 360 gradë flet ky personi I cili është në qendër, në pikën O të rrethit. Dhe ky është rehat se fisheku nuk e kapte. Është tek bitha e pushkës. Mirë po tani siç duket ka luajtur tyta edhe pa bën tek veshku. Pa bën të zëvendësoj ministra tek të tjerë. Tash është kthyer, aty ku lihen letrat e popullit. Pra, në qoftë se u tha kjo, me fjalë tjera është thënë, reforma në drejtësi ka dështuar. Ka mbaruar reforma në drejtësi. Dhe natyrisht, me që zoti Rama thot se kanë bërë amerikanët, e ka bërë Noc Roku për veten e vet, po themi Noc ke dështu. Tek SPAKu që është formacion special, edhe urdhëro vlerësimi. Po gjykatat e prokurorit normale.